Zëvendës kryeprokuroria Bajrami Kastrati ka thënë se rasti është duke u trajtuar nga kryeprokurori Zejnullah Gashi për të parë nëse i njëjti duhet të dërgohet për përgjegjësi disiplinore apo penale, si dhe mos veprimet e tij do të trajtohen në kuadër të raportit të performancës. Normalisht, në momentin që ne kemi çfarëdo informacioni, kryeprokurori i prokurorisë si autoritet kompetent në bazë të ligjit, padyshim që do ta trajtoj, ai në fakt është në trajtim të rastit, por do ta trajtoj me përpikmëri duke analizuar çdo pretendim, çdo deklarat, çdo provë eventuale dhe pastaj do të vlerësoj nëse eventualisht duhet të ketë hetim disiplinor apo procedurë disiplinore apo ndonjë vlerësim nëse eventualisht mund të ekzistojë ndonjë vepër penale, dyshim për ndonjë vepër penale, sepse pa dyshim kjo është obligim i ynë që të trajtojmë në çdo aspekt, çdo pretendim që ngritet ose çdo informacion që vjen. Gjithashtu, një gjë e tillë patyshim do të trajtohet edhe në aspektin e performancës së prokurorit, edhe pse tani ne mund të themi që një informacion e tillë nuk ka pasur mundësi të rrjedhë nga prokuroria jonë, mirë po, gjithashtu me qëllim të heqjes së çdo dileme dhe njoftimit të opinionit publik, do të thonë se një gjë e tillë nuk ka ndodhur nga prokuroria jonë, ne do të ndërmarrim të gjitha veprimet që na takojnë sipas ligjit. Përderisa në rastin konkret do thotë dyshimet janë se nuk janë marrë parasysh provat të cilat shkojnë në dobitë të akuzuarit, kur bëhet fjalë për aktorët e sistemit prokurorial të Kosovës, si në rastin konkret kemi një farë paragjykime se do të merren parasysh vetëm provat të cilat do të shkojnë në favor të aktorëve të sistemit prokurorial të Kosovës. Hetimi për shqyrtimin e përgjegjësisë penale disiplinore në këto raste nuk duhet të jetë formal, nuk duhet që ta fillojmë me supozime se ka mundësi që foto të jetë bërë përmes inteligjencës artificiale. Nëse themi se ne jemi të bindur se kjo nuk ka ndodhur mirë, po e shqyrtojmë për shkak të publikut, atëherë ngritën dyshime se të shqyrtimi i çështjes në rastin konkret do të bëhet vetëm në kuptimin formal dhe që definitivisht se kjo nuk duhet të ndodhë. Shqyrtimi duhet të jetë objektiv dhe që nuk duhet të paragjykohet pafajësia e një akteri të caktuar, ngjashëm siç nuk duhet të paragjykohet as fajësia e një akteri të caktuar.